Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut të mëdhenuar qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Pas falërimit të Allahut të mënduar, shëzëra që të fëndroj hoxhën e ndëruar, hoxhën Miren, për këtë mikpritje, për këtë respekt, për këtë nder, së bashku me juve, që sot në këtë xhami që mban një emër të madh të një burri të madh, Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, e lutem Allahu xhallahu që të na bashkon në dunjë në udhëzimet e këtyre burrave dhe të na bashkon me ta në xhenet. Të ndëruar, si kur që hoxha parlemraj, tema që do të lasim për të sot, është një temë e cila gjithmonë është aktuale. Si do të ndryshojë situata, që do që të ndodhë, tema që po lasim për të gjithë është aktuale. Për këtë arsye, për këtë temë ka folë shumë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastaj dietarët, këtë temë e kanë klasifikuar gjithmonë në të gjitha koleksionet e haditheve që kanë folë për transmetimet e asaj që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe gjithmonë dietarë kanë folë për këto tema të rëndësishme. Kjo temë ka degëzimet e saj, ka udhëzimet e saj, ka shumë çka thuhet për të. Unë kam përzier për të flas nga një aspekt i caktuar, domthonë është një selektim i temës për shkak se tema është shumë e gjerë dhe shumë e degëzuar. Kur flasim për trazirat të ndërlozur, ne flasim për një gjendje jo të zakonshme. Një gjendje që është shkaktuar si pasojë e rrethonave të caktuar dhe ka prodhuar disa probleme dhe kriza në shoqëri. Njerëzit kur dëgjojnë fjalën trazira, mund të kuptojnë se bëhet fjalë për trazira politike, për trazira që kanë karakter ekonomik e kështu me radhë. Këto nuk janë qëllimi jonë që do të flasim për to. Është diçka për te kësaj të gjitha këto pastaj hinë në këtë që do ta përmendni. Fjala fitnë në Kur'an është përmend shpesh herë dhe ka më tepër se 10 kuptime. Disa dietarë kanë jap edhe ndoshta përmi se 15 kuptime. Varësisht nga konteksti i ajeteve që ka ardhur kjo fjalë në Kur'an. Po edhe në udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj edhe në kuptim të rrezikimit ka nivele. Ka fitnë që rrezikon besimtarin në nivel më të ulët, ka fitnë që rrezikon në nivel më të lartë, ka fitnë që rrezikon komplet besimin e kësaj rrugë. Dhe gjitha këto i kanë ato shpjegimet, i kanë udhëzimet e veta, i kanë argumentet e veta. Në aspektin e përgjithshëm të ndërlozur këto fitnë, këto trazira kur ndodhin, zakonisht prodhojnë dy efekte kryesore, që këtu pastaj kanë bërë dietarët që me nda këtë problem në dy nivele apo dy lloje kryesore të fitnave. Çdo çrregullim që vije si pasojë e ignorancës, që vije si pasojë e faktorëve të ndryshëm, prodhon efektin e dyshimeve, dilemave dhe gjithashtu prodhon efektin e joshjes së pasimit të epshit. Prandaj sa tek njerëzit përhapen dilema që rrezikojnë besimin, dyshime që njerëzit i bëjnë të rezervuar në raport me adhurimin ndaj Allahut te barekutaala, kjo gjendje quhet në shariat fitne. Trazira, pse njerëzit janë sprovu. Njerëzit janë vënë para një sprove të rrezikshme. Domthonë nga se ka dilema. Sot ka dilema në besim. Mund t'i ketë dilema dhe një besimtar, një besimtare. Jo në aspektin e dyshimit për fen, po të paqartësisë, të migullimit. Nga njëra te i kalan me ignorim, nga njëra me heshtje. Po ato shkojnë duke u bërë më të zhurmshme. Prandaj duhet me i trajtu dhe duhet me marrë me to. Veçanërisht tek gjërat e reja, tek fëmia jon,
këtu dilema janë shumë të theksuara. Dilema që prodhohen, dalin nga rrjetet sociale, nga personalitetet të ndryshme që realisht gëzojnë ndjekë së shumët, pasues të mëdhej, numër të madh të pasuesve, dhe janë prezent gati në dorën e çdo kujt prej neve. Në telefonin tonë, në pajisjet tona janë prezent. Dhe ata në vazhdimsi prodhojnë dilema. Dilema ka edhe një vëlla musliman, dilema mund të ketë edhe një motër muslimane. Me dini sa ka dilema të besimit lidhe me caktimin e Allahut, lidhe me cilësitë e Allahut, lidhe me urtësinë e Allahut, pastaj që lidhe me vetë pozitën e femrës në Islam, edhe drejtet e femrës në Islam, dhe feminizmi përhapet edhe në mesin e nganjëherë motrave muslimane fatkeqësisht si pasojë ndikimin nga këto dilema dhe nga këto dyshime. E këtu janë çato fitnë, trazinat. Nganjëherë të nderuar, këto trazina shpërndahen, përhapen, duke u përhap, domthonë mundësit e mëdha të provokimit të epshit. Jo dilemës, po epshit. Domthonë bëhet klima e përgjithshme ku jeton një besimtar, klimë që e ushqen epshin, e provokon epshin, në shumë aspekte. Për shembull, sot mundësia që të shash shtëpi luksoze, të shash makina luksoze shumë më madhe se në të kaluarën. Në të kaluarën e ke pa ndoshta nëse ka ardhur në qytetin tonë, nëse s'ka ardhur s'ke pa kurrë. Tash e shtëpinë e fillon këngëtarit, politikanit, fillojnë atje sa është e gjerë, sa është e madhe, kështu me radhë. Dhe kjo provokon epshin, normal, që ta kesh një si ai. Pastaj gjithashtu shfaqe stolive, zbukurimeve të shumta të llojshme, qoftë aspektit të trupit të gjinisë së kundërt, apo qoftë pasurive të caktuara kështu me radhë, gjitha këtu kanë ngjall epshin e njeriu. Prandaj është përhap pangopsia, lakmia, zilia e shumë sherrë të tjera. Prandaj kur përhapen këto trazira, realisht efekti tyre është në këtë kontekst i shfaqur, në kontekstin e rritjes së dilemave dhe në kontekstin e rritjes së apetitit për aspektin e psharak. Epshi bëhet pastaj i fuqizohet. E dietarët pastaj kanë shpjegime të ndryshme se si me i trajtu dilemat, si me trajtu epshin. Këto pasojnë tema që dojnë zinxhir transmetimesh, ligjëratash, jo thjesht veç një, sikurse kjo sot. Mirë, po nëse dëna me shiku se a thu vallë, prej ku burojnë gjitha këto, dhe ku është problemi kryesor gjitha këtyre, besoj që përgjigjen e kemi të gjithë të gatshme, kryesisht burojnë nga interneti, nga rrjetet sociale, nga pajisjet që kemi në dorën tonë. Domthonë, një qasje e gabuar, një përdorim i tepruar i këtyre mundësive, realisht ka hap mundësinë për hapjes së trazirave. Ne ja kemi qelë vetë dyrt fitneve. Dhe kjo në forma të ndryshme konsideroj që për neve mund të përkufizohet ndoshta në dy më kryesorët. E para është se marrja e tepërt dhe eksplorimi i tepërt dhe qëndrimi i gjatë në rrjetet sociale ka provoku apetitin e njerëzve për të folë shumë, për të marrë me tema nga më ndryshmet, për të marrë me çështje që ndoshta të i kalojnë kapacitetin e tyre intelektuale, aftësitë e tyre më fol për to. Është çështje madhore, gjithë flasin për to. Përpara në kohën e sahabëve kanë pasur shprehje, kanë thonë për këtë temë që po fleti, Omeri ka të buhu luftarët e Bedrit, që kanë qenë të përzgjedhur, e ata i kanë mbledh çka po thoni burra, për temë madhore. Sa për tema të tilla njerëzit lërshëm diskutojnë për mezhlisin, për takime e kështu me radhë. Dhe gjithashtu kjo ka bërë pastaj që njerëzit, domethënë, të mirën me atë që nuk ju përket. Shpesh herë mirë me tema që nuk ju përkasin njerëzve. Dhe këtë kjo si pasojë thash e përcjelljes së tepërt të rrjeteve sociale, në veçanti lajmeve të shumta,
ngjarjeve të caktuara që ndodhin. Po kemi ngjarje që ndodh në lindjen e mesme, bëhet temë diskutimet në çdo shtëpi, në çdo vend. A na përket, a nuk na përket, a dim, a nuk dim, a kuptojmë se më rëndësirë se po ndodh, dhe tashmë jemi të rrëmbyer nga ai informacion dhe mirë me ato tema. Pra unë nuk po flas për trazira të luftrave, trazira të vërshimeve, po flas për trazira që shkaktohen nga ndërhyrja e informata të shumta në jetën tonë e që pastaj ka çrregulluar edhe në mënyrën e të menduarit tonë, ka çrregulluar të folurit tonë, madje ka çrregulluar edhe preokupimet tona që nuk mirë me tema që na përkasin, por mirë me tema që nuk na përkasin, ose ato që na përkasin, po mirëmi më shumë se që na përkasin. Gjitha këtu realisht janë manifestime të këtyre trazirave fitneve që kanë ndodhur në kohën tonë. Prandaj këtu kanë shkaktuar sigurisht deforime serioze tek njerëzit, nga ato thash, domethënë njerëzit mirën me ato që nuk i përket. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e ka përmend se si duket një besimtar i formuar, si duket një besimtar, domethënë që e ka islamin e kuptuar si duhet, ka thënë min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nga shenja treguesit e një islamit mirë, e një pjekurie fetare tek njëri është të braktis atë që nuk i përket. Do me thonë, kur mirësh me atë që nuk të përket, të regon pa pjekuri fetare. Si i pjekun fetarisht sa duhet, apo. Nuk i pjekun fetarisht sa duhet. Tema mund tjetë serioze, tema mund tjetë madhe, por nëse ti në raport me atë temë, nuk ki, do në përshtatje, edhe në aspektin e nivelit, edhe në aspektin e kërkesën, edhe në aspektin e rrezikimit, realisht të regon pa pjekuri, apo. Nëse veç kjo ditë mirët si njësi matëse, për ta matë pjekurin tonë fetare, ku do të dalim ne atë? Prandaj kjo papjekurit e ndërvozën për në kushtan shpeshe edhe ndoshta edhe me imazh jo të mirë të besimtarëve në vendin ku jetojmë, edhe me përçarje, edhe me ndoshta konfliktet të mrenshme tonat, pse? Për shkak se mirë me tema që nuk na përkasin. Nëse mirë me tema tona që na përkasin, do ta kemi brengën e përbashkët. Do ta përjetojmë rrezikun e përbashkët. Momenti kur i kemi temat e përbashkëta, rrezikun e përbashkët, do të funksionojmë në të përbashkët. Keni pa njerëz për shembull, edhe fare mos janë të pajtimit. Momenti kur janë të rrezikuar bashkë nga një rrezik, ata spaku deri në tejkalim në rrezikut janë bashkë. Spaku deri në tejkalim në rrezikut janë bashkë. Nëse për shembull të ndodh një vërshim në qytet, këtë rrezikuan për shembull. Harron armiqësit, harron gjithë nga njerëz mirën që të shpëtojnë, e pastaj, kur qetësohen rikthehen prap, ato hasmëritë, armiqësitë e kaluara. Por kur janë të rrezikuar nga një tjetër po rrezik, një zakonisht normal, në situata të tilla njerëz bëhen bashkë. Prandaj, fakti që nuk po e ndijmë rrezikun e përbashkët, nuk po kemi qëllime të përbashkëta, nga se na kanë shparthur tema që nuk na përkasin, jemi edhe të shpeshherë jo edhe të s'podam të përçarë, mund të jetë ndoshta edhe pak vrazhët, po s'paku nuk jemi të unifikuar si duhet, nuk bashkëpunojmë sa duhet për tema që na përkasin të vendit tonë, të qytetit tonë, të qytetarëve tonë, të afërmëve tonë e kështu me radhë. E kjo hadith është hadith i rëndësishëm. Ne kemi dëgjuar shpesh këtë hadith, mirë, po sa jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në raport me mesazhin e këtij hadithi. Shikoni, nga Islami i mirë është me braktisë atë që nuk të përket. Gjithashtu ndërmjetër nëse analizojmë domthonë këtë qasje të gabuar në marrjen e informatave, në trajtimin e temave, në zgjerimin e diskutimeve, analizave, polemikave kështu me radhë, ne do të shohim se këto na kanë sjellë probleme të mëdha në jetë. Domthonë, kur të analizon fetarin e një besimtare, do të shohësh këto deformime. Dhe këto deformime kryesisht janë të shkaktuara pikërisht nga këto trazia që po flasim për to. Nga marrja e tepërt të informatave, qoftë nga burime të pasigurta, apo qoftë duke konsumuar tema që nuk na përkasin. Të shumta temat, të ndryshme. Dhe këtu ka shkaktuar deformime. Nga deformime që do t'i përmeni, është fillimisht ajo që thash më herët. Shtimi
lafazërisë, i bëj lafazan. Flasim shumë e punojmë pak. Do me dëgju dikujt mohabetin, ti thush ky mashallah. Mirë, po kur është në praktik, një sprovë thjesht, një kërkesë më e vogël, nuk e gjen askund, domethënë të gatshëm për të kontribuar, për të sakrifikuar, apo për dhënë një mund minimal në shërbim të fesë, në shërbim të asaj që duhet me i bëu mirë shoqërisë, nuk e gjen. Nëse gojën e ka plot diskutime, dilema, duhet ata, kështu e kështu me radhë. Dhe Allahu te barekuhu teala të ndërlozë në ka përmend në Kur'an, se nga deforimet serioze të popullit të kaluar ka qenë llafazënia. Kanë fol shumë, kur Allah ka sprovuar, kanë dështuar në sprovave. Për shembull, kur flet për një gjenerat të Beni Israelve që kanë qenë të shtypur, kanë qenë të privuar nga të drejtat elementare. E i ka thonë ati pejgamberi që kanë pas ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Në azgjidh një të pare veç, që të kena problemina, me pasi ku që na prinë, se si të kemë një që na prinë, na pastaj do t'jemi ushtarë të zelshëm, disciplinuar, da gjëme, do. Kanë folë shumë, kanë thonë premtime të mëdha, sikur ta kishim pas, shumë premtime të mëdha. Po sa Allah e caktoi dhe njakë. Na, këse kemi prit, kjo që i boti pari unë, Allah ma ka zgjedhë. Nuk kemi zgjedhë na, as me vota, as e kemi zgjedhë na, Zotë e ka zgjedhë. A ko zgjedhë ma drejtë se zgjedhë Allah të barekuhu, nuk ka aftë. Megjithatë se kanë pranuar. Pse? Ne s'kan qenë të gatshëm ata. Tankojnë i kanë Musa i thonë, na duhet me leguar mikun. Allah kur ka thonë, udkhulu alehimul bab, ja propunësia ku është, futuni nga porta e qytetit në Kuds dhe ata do të ikin nga frika, nuk ishin të gatshëm. Prandaj sot ka shumë muhabete. Na duhet me punu, na duhet kujnë musliman, që ata po shkojnë han, ata po shkojnë këtu na, në rregull apo ku jetin sa të parë për me fal namaz me xhamat. Apo shumë muhabet. Kur vjen puna në dëshmi më minimale, nuk e gjen apo. Nuk e gjen askush. Kjo është deformim. Apo ne themi duhet me gjyku me Kur'an e me Sunet, duhet Kur'ani e Suneti, apo rregull. Ne sprov me vogël ndodh, kjo është e padrejtë. Kjo është që nuk e pranoj. Po mirë t'ja the Kur'ani Suneti. E tash në raporte bashkëtorë për shembull, sa zbatohet Kur'ani dhe Suneti. Në përcaktimin e drejtave, kjo është e drejtë që i takon burrit. Kjo është e drejtë që i takon gruas, nuk guzon t'ja mohosh. Këtu a kemi devrim, po dyshim se ka aftë. Prandaj fjalët e te për ta sikur se ka Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu i ka thonë shokëve ti kur i ka marrë ders. Ka thonë antum fi zamanin jeni me një kohë, apo këthirun fuqahau, ka shumë njerëz të mëshëm, e ka pak ata që flasin. Ka marrë një kohë kur ka me pas shumë ata që flasin, po pak nga ata që kuptojnë. Kuptojnë pak, a flasin shumë. Gjithashtu të ndërru vëllezër, nga deforime që ka sjell kjo formë e përhapjes e trazirëve është janë përhap gënjeshtra shumë. Janë përhap gënjeshtra. Duke filluar nga gënjeshtra për Allahun dhe pejgamberin Allahut. Dëgjon komente, dëgjon shpjegime kush s'ka thonë kështu Allahu. Pse? Se dikush e ka një aftësi të legjerimit, një kamerë përpara, del edhe bëhet yll. E dëgjoj njerëz e ndjekit. Mas një kohë është ai yll u fik, shkaj ku mbeti, ku shkon tefsirat atë. Shkon, mi po kamerë viktimat, kamerë pasojat atë. Ai kush ka thonë kështu? Pastaj të vëllezër hadithet shumëta në rrjetet sociale ka thonë pejgamberi, s'ka thonë kështu pejgamberi, s'ka verifikim, shpëndohen, ose dikush e citon një dietar, edhe njerëz nga ngutia, nga ignoranca thonë, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Sa hadithe të shpifura, sa hadithe të dobta janë përhap si pasojë, domthonë mos kujdesit se ku po marrim edhe hyrjes në shumë kanale që realisht nuk janë të verifikuara. Mos flasim për qëllime fetare, për tjera kështu më radh.
Nërsa pejgamberi ka thonë të vëllezër, ky është hadith shumë i rrezikshëm. Po shumë i rrezikshëm ata. Këtë hadith Imam Muslimi ka përmendur në parathën e librit të tij. Me hadith e ka nis sa i Muslimi atë. Ka thonë pejgamberi kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi ma sami'a. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, mjafton një njeri të bie në gënjeshtër nëse krejt që ka dëgjon për cilë. Këtë që ka të njën, mjafton kaq me qenë gënjeshtar. Edhe pse s'ka qëllim. Këtë që ka dëgjon flet, pa është lajme, kështu po thuhet, pa është kështu po thuhet. Mjafton me qenë gënjeshtar me kaq atë. Për hapja e gënjeshtër është padyshim, është portë e hapjes së trazirave të shumta. Gjithashtu nga deformimet është edhe nga deformimet që realisht na kanë prekur është edhe kush? Zhgënimi dhe frika. Zhgënimi dhe frika. Shiko që pëndohë, shiko ato që ka kanë. Esenca është në vëllezër që të përhapet frika mes njerëzve. Nga se ku ka frikë, ka let pastaj edhe dominim, ka let edhe manipulim. Njerëz kur janë të friksuar, nuk kanë kapacitet që të mendojnë gjërat. Nuk kanë kapacitet që të analizojnë gjërat, nuk kanë kapacitet. Prandaj frika që të depërton tek njerëzit është e qëllimt. Nga njerë qëllimshëm shkaktuan krija të caktuar dikush veç për avat paniku. Frika mes njerëzve. A do të kemi mjaftueshëm bukë, ujë, karburante, këtë kështu me radhë, frika të shumë të. Dhe në këtë frikë pas e njerëzit, padyshim se i ka pranë zhgënimi, i ka pranë domethënë stresi, depresioni e shumë smundje që janë të kohës tonë. Sot për shembull, çdo aktivitet që do më bëjmë me dikon, nuk bëhet në kohën tonë. E pamundshme është. S'kena mundësi na. Nuk ti e sheh se fjalori i tij zhgënimit është dominant në jetën e tij apo. Mi thonë dikujt për shembull që para do kohë, apo se kjo xhami do të mbushet shtop, thonë, a kish më besu dikush? Askush. Pse? Pse ne kanë friksuar se zbohet ato. E ne po bëj kë. Kush ka menu për shkak që në për qytetet tona kanë mëusil ka shumë motra me shami ato. Vetëm pas situatave spro që kemi kaluar apo si popull. Kush kishte menuar? Kush? Allahu xhallahu ala ka bërë. Prandaj të vëzën rjetet të dekurajojnë punat e inkurajnë. Punat e mos i kështu që ndodh ato. As tutje. Nga se tek e fundit nuk ka menduar po çka ka caktuar Allahu xhallahu ala. Ka menduar që ka caktuar Allahu te bardha. Kush e më tepër? Ai përhapja e frikës, e zhgënimit, e hezitimeve, rezervave, ikjeve nga policia janë deformime që i kanë sjell këto informata, këto trazira, këto probleme që ne me to po ballafaqohemi. Prandaj nuk po them të ndërua vëllezër dhe motra që njëri mos më përcjell kur gjast, absolutisht jo, s'po them kështu. Problemi jam është tek zhytja, thellimi në këto, që këto më qenë prioritet, marrja pa filtra, apo pastaj përcjellja çdo gjë që dëgjon, marrja me tema që nuk të përkasin, duke i dëmtuar tema që të përkasin, e shumë tjera. A nuk është për shkak për keqardhje, që nëse analizojmë namazin ton, mund gjejmë gabime. Nëse gabojmë namazin ton, nuk dim si me përmirësua. A nuk është këtë tema jonë? Me bu një test, si kurse e kam përmendur në rastë ndryshme, një test me bu për shembull, një temë me thonë, ka më diskutu një çështje e madhe globale në xhami, që ndoshta në xhamia mushta. Me bu me thonë një temë për shembull, apo çështjet e abdesit, pak vi njerëz. Nuk e ndin veten se tema abdesit përket. Nuk po flas për njerëz që nuk falen, për ata që falen apo. Sa nga ne këtu, për shembull, e konsiderojmë temën e abdesit me prioritet. Abdesi. Çështën e namazit me prioritet. Mësimet për këtë punë me prioritet. Ja, këtu i dim, do diçka tjetër, tema më madhore, tema më të mëdha. Këto janë temat tona. Çish më dhuroi Allahu, më marr abdes, kur gaboj më përmirësu kaq. E tjetër me të njëjtat tema që ka folë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu motra tona kanë problemet e tyre, të natyrave tyre. Sa e din këtu apo? Sa e din këto tema? S'po thamë u bë dietare. Po më pas disa njëri elementare ato. Nëse dim për shumë gjëra të caktuara, kur janë çështja për shembull
me ditë çështë e domosdoshme të për shembull ciklit mujor ose çështë që janë për to, është që mungojnë edhe informata më elementare. Këtu është problemi jam. Në problemi jam mos marr fare me pse të deshte kimë dëgjuar nga lajmet, deshte kimë lezuar diçka apo. Mirë po, jo me këtë intensitet, jo me këtë dinamik, jo me këtë përkushtim e në dëm të temave që janë padyshim tema për neve madhore ato. E përmana deformimin, e përmana disa shembuj caktuar të vëllezër. Sahabët kanë folë, nga mësimit e pejgamberit kanë folë për fitnet, kanë folë për këto trazira. Nga më të njohurët që ka folë për të çështje ka qenë Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu. Nga sa ti pejgamberi ja ka treguar disa gjëra që realisht nuk ja ka treguar tjerëve. Kto që ja ka treguar Hudhaifës radhiyallahu anhu nuk ka qenë fshehësinë që kanë me besimin. Jo, nga se besimin se kam sheft pe askujt, as adhurimin, jo, feja ka qenë e hapur. Por disa gjëra të caktuara që kanë me trazirat i ka ditë Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ka qenë një ose i miri fitnë atë. Në një thënie që po du më u lezu, e kam pyet Hudhaifën radhiyallahu ta'ala anhu, cilët janë njerëzit kryesorë që prekin nga fitnet, nga sprovat, nga trazinat. Ndryshmet, po flas për çdo tonat kryesore apo. Kush janë kryesorët që prekin nga këto? Shikoni të ndruar vëllezër dhe motra, Hudhaifa për kë flet, edhe që ne të shikojmë se në cilën kategori i bën pjesë këtu. Nga Hudhaifa këta godit nga këta i prek të lashe, i prek tazira, i prek fitnë. Ka thonë Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë fitnja bie mbi 3 persona. Godat. I guximshmi, i nxituar, të cilit çfarë që i del përpara godet me shpatë. Don ai i cili nuk shikon në pasojat e veprimeve, ai i cili nuk i marr gjërat si duhet, ai i cili me nxitim do më ndryshu gjërat, ai prek nga fitna. Sa ato letë është me ndez, ato letë është me lëviz, një lajm, një pamje, një diçka, si ka mekanizmat e frymit mjaftueshme dhe ai ndezet, ai aktivizohet, edhe shka të trazina ato. Nga njëra të guximi i tepruar ose dhëmshëria e tepruar e pa menaxhuar, shenjat e sociale për shembull, çka po ndodh nga Gaza, çka po ndodh atje, sheh për shembull probleme të shumta të muslimanëve edhe në mungesë të dijes, në mungesë të referencës, në mungesë të udhëzimeve duara, çka ndodh kjo? Te ai ushen një emocion që me pak ndezje shpërthan Allah në rutëm. Shpërthan që shpërthim kuptim të përmasave kështë vrasjeve Allah në rujtë. Po shpërthan me bërtimi, shpërthan me gjykime ndaj njerëzve, shpërthan në përthan. Sot për shembull a gjojmë xhamat njerëz që thonë hoxha filoni ka deviju stet për këtë tema. Ai nuk po na prin në këtë punë, ai nuk po flet shtot, muslimanët po vrahen, ata po bëjnë koksi apo e vëllai këta bin prej fitnave. Për shkak se janë të guximshëm pa menaxhuar. E guximi pa menaxhuar pron efekte negative që realisht ushqet fitnë për ty natë. Gjithashtu të ndërmjet ka përmend Hudhaifa kush prekin nga fitnat, ka thonë ai që thret në to, e kush thret fitnë? Ai që mirret me to shumë. Një për shembull që veç flet për çdo tema. Dëgjoj lajme, provë një analizë, ka një debat i mirë, provë, ka diçka, këtë tema di ka qëto, ai bjen to. Ai bjen. Për shkak se ka me të rëmby, ka me të marrë Allah. Ka me të marrë ato. Pa ne për shembull të ndërvozën një njeri i cili për shembull në vazhdimsi sa takosh me ta tregon një dobi për një hadithi për shembull. Lexova prom në këtë hadith, lexova prom këtë hadith, lexova prom këtë. Si që më qenë gjendja ti? E balancuar apo e debalancuar? Si që balancuar, i matur, që më hadithe. I guximshëm, i matur, gjitha i kapër. Ai që për shembull është në lajme prom si janë marrë vesh, po këtë vazhdon lufta, janë marrë vesh, po këtë komu mbyll ngushtica, s'komu mbyll ngushtica, si është gjendja tjetër? Vazhdimisht është në presion, vazhdimisht në panik, çka komu, edhe pse fare ato se godat është direkt.
Po prekin nga këtë razi, prekin nga këtë fitnë. Pse? Pse mirët me ta. Edhe ka mëndoj fjarë gjellanu, ai që preket është edhe i pari një fisi. Pse i pari një fisi? Dhe mëse meni një fisi veç i pari atë. Jo. Po merreni edhe në kuptimin më të gjatë të kësaj fjale. Pse ka mëndoj i pari një fisi preket? Për shkak se të ndërrullazër, i pari nëse manipulohet, i manipulon ata që mastin atë, apo? Si kryetar për shkak të ndërrullazër, kush është i pari i familjes? Prindi, baba, pastaj edhe nona, apo? Nëse ata janë pjesë e kësaj, mirën me këto çështje, ka me manipulu thjesht edhe fëmijët e tyre, ose ka me i dëmtu fëmijët e tyre me këto tema, ose kanë me përru një gjendje të pasigurisë shtëpi për shkak të këtyre temave. Prandaj, i pari i fisit. Ose, në kuptim tjetër, ai që do me qenë gjithmonë, on i kyqur në diskutime. Përhapër një teme caktuar shoqëri, që nuk ta përket ne, po njerëz diskutojnë për to. Unë tash për me tregu se po di, po kuptoj, po përcilli apo mira me këtë çështje. Dëshira për me qenë i pari në këtë debate, me qenë i spikatër në këtë diskutime, më bën që me ra viktime këtë në fitnë. Dashuria për prijatari, dashuria për ekspozim, dashuria për të dhënë mendimin tim e kështu me radhë. Ndaj, sot njerëzve i dhënë kjo mundësia. Për para, njerëz s'kan pas mundësi, kush dënë me fol për temat e mëdhaja. Sot, publikohet një lajm, edhe ishte komentet poshtë. Janë të tmerrshme. Çfarë komente? Po dhe nga njeri veç i lexon, jo pse ka ku. Po vetëm për pa poshtë mentaliteti i njerëzve, popull, ku e njerëzve thashë. E sheh për shembull, komenton lidhje s'ka komenti me lajmin, as se ka marrë vesh hiç apo. As se ka lexu, për shembull. Ama duhet me figuru se komentova atë. Dëshira për të komentu, dëshira për të ekspozu, e bën një mëronë në këto sprovë. Dëshira për me thonë diçka, edhe unë po kuptoj, edhe unë po di. Bën që mëronë në këto. Prandaj ne për këtë po flasim. Ky rreziku me këto deformime dhe me këto targetime, këta janë të targetuar më shumë, e që s'është për ne mund të jemi një pjesë e ndonjë nga këto trika kategori që i përmend aftë. Tema kryesore që me ta du me përmbyll këtë takim sot në vëzër, që kërse hoqja tha, nuk është me ngritë shqetësim të ju të në vëzër. Nuk është me të regu se situata është keq, është krizë. Këtë për e kuptojmë. I përmendi sot deformime për të regu se sa është qështë e rrezikshme, sa është serioze. Nërsa esenca është, çfarë të bëjmë ne? Udhëzimet praktike, ç'të na duhen neve? Atëra, çka po duhet të hoqë? Me e braktisë për komplet internetin? Fara mësë më të gjë lajme, fara mësë më për të tema, cëla është zgjidhja? Ku është zgjidhja ju për të çështje? Që mos më u prek nga këto deformime. Që nështë ta, mund të pastaj mirë me disa lajme, mund të mirë me pak me çka po ndodh, por pa u deformuar, të mbetemi të formuar, pa e zbeur islamin ton, pa ta mbajmë të fuqishëm, çysh ka mundësi kemë ndodh? Ne kena duhet udhëzime praktike që të jemi në rrjedhën e ngjarjeve të kuptojmë çka po ndodh, por duke ruajt besimin ton, duke ruajt formimin ton, jo që të deformohemi në mënyrën që i përmenda. Qoftë llafaznia, qoftë frika, qoftë ato që i përmenda më herët. Cilat udhëzime praktike për këtë? Ka disa nga ato që du me i përmendë të vëzër. Kryesorja që të ndihmon në u gjinë në këtë situatë kaq kaotike, të mjegulluar, të paqartë, në këtë vërshim informacionesh nga gjitha anët, në këto diskutime publike, shoqërore, në forma ndryshme, që ti tërhiqesh pa tjetër me konë pjesëmarrës të kështu me radhë, çka mundson të kesh një imunitet të qëndrueshëm që i reziston gjitha këtyre problemeve që të tërheqin ka fitnet, ka trazirat, ka problemet. E kemi në fjallë të Allahu të barë të alë. Për shamu të në vëzër. Qëfar probleme ka pas pejgamberi alayhi sallam? Ka pas fyrje, ka pas sharje, ka pas pengese, ka pas dhunë. Me qka Allahu e ka kështu pejgamberi alayhi sallam? Më marrë me adhurimin e Allahu të barë të alë.
Në këto kora specifikisht do të mështu adhurimi. Mështu këthimi ka Allahu te barekutaala me pendim, nuk e fuqizu besimin me dije dhe vepra, me dije dhe me vepra. Nuk e shtu dhikri për mene Allahut, nuk e shtu Kur'anin. Andaj, nëse ti ke dëgjuar një lajm se mund të ketë luftë tretë botnore, kushtimisht pa thënë. Apo, çfarë efekti praktik ti ka prodhuar ky lajm? Diskutim, debat, frikë, çka ka prodhuar ti? Apo ti ka prodhuar shtim të namazit natës? Çka ka prodhuar ti? Nëse ka prodhuar debat, llafazni, fjalë, frikë, panik, kështu me radhë, atëra të ka deformuar trazina atë. Nëse e ka prodhuar efektin e shtimit të adhurimit, edhe përkushtimit, edhe ndërtimit të zemrës me adhurim të Allah te barekutaala, kjo është efekti i kërkuar. Ç'ka është efekti i kërkuar? Andaj Allahu Gjelle Gjelalu në fillim, që ka suri Alek, është për të para që ka zbrit. Ajte para në Iqra, po dhe pjesë e mbetur sus Alek është nga të para që ka zbrit. Nga të para që ka zbrit. Ka reagu me vrarësi, në talë me pejgamber alayhis salam, edhe Allah ka përmenë për Abu Jahlin, për Abu Lejbin, në kështë më radhë. Qëka i tha Allahu pejgamberit me mohë, në raport me këto që pëndodhe, qëka i tha? Kella, la tuti'hu. Asësi, mësë mërë me ta, mësë mërë me fjallë tyne ti, mësë nështëp presionit tyne, mësë bi viktime presionit tyne, e qëka ba? Mësë gjudë, vë këtërib. Vazhdo me sejgjde, edhe afrim të Allahu te barekutaala. Ti kështu më që uzim pejgamberit sa. Ata të magjistarë, ata po të kështut, ti mos në gjallë debate, ti mos u merr me ta, mos u ballafaqo me ta fare, ti vazhdo me adhurimin, ti vazhdo me punët e tua. Adhurim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur se ka ardhur hadithin Buhari, pikërisht te kapitulli i fitneve, kur u zun natën dhe ka thonë, Wailun lil arab min sharrin qad iqtarab. Mirë për arabët, për arabët për shkak se në atë ku ka qenë pjesë e tyre, po kjo për këtë njerëz është, nuk për arabët, për këtë njerëz është kjo. Mirë për ata nga sherri që i është afruar. Po është hap sot një vrim nga muri i Juj me Juj ka çapo. Juj me Juj popull që ka më dalë me bu shkatrime, rrëmujnë për tokë apo fitnë. E ka dhënë për është hap kaç. Çfarë bëjmë? Shikoj, ajo është hap, kush e di ku hap? Kush di ku do të mundësot të mendoj larg apo? Po çfarë bëjmë tash? Jemi pranë një rreziku të madh. Si të reagojmë? Ayqidhu sawahib al-hujurat. Zani grat. Çuno mu fal këtë namaz natë apo? Ç'ka reagimi duhet apo? Shtoj adhurimin, shtoj përkushtimin. Apo nëse rrethanat e shtojnë frikën, nga armiku i caktuar, nga varfënia, nga krizat e caktuara, nga pandemitë e caktuara, rrethanat e shtojnë këtë frikë, ti si më reagu? Shtoj frikën te Allahu te barekutaala. Shtoj frikën te Allahu, po, ti edhe ti shtoj frikën, po ndaj Zotit xhallahu ala, jo ndaj zhvillimeve apo. Ndaj zemra ka më psu një lloj frike. O nga Allahu, e që pastaj je imun ka shi frikeve tjera, o nga frika e tjera pastaj dhe do të bësh pjesë e trazinës Allahu na lutë. Edhe shtoj frikën e Allahut te barekutaala, shtoj. A ashtu frika te Zoti xhallahu ala? Apo ashtu frika më tepër nga mungesa e karburantit e ujit e kështu me radhë. Cila frikë realisht e ka dominuar zemrën e shumë njerëzve? Dhe kështu më reagu. Kështu reago. Frika ndaj Allahut te barekutaala, dashnia për Zotin xhalla xhelaluhu, adhurimi, përmendja e Allahut, Kurani, ardha në xhami. Kështu Allahu na ka mësuar pejgamberin. Çka uzim që truan apo? Mos u më fal, me besim, domthon temat e familjes me qenë temat e adhurimit. Çish më rrit fen Allahu te azza xhel, çmë rrit fen ton familjen ton. Çka brenga jona apo? Partiat nuk janë dorën ton. Pastaj të ndërvozë nga që gjithashtu duhet të ndërmarrim nga masat në këto situata është që para se të mirët me çfarë do teme, para se të lexosh, para se të diskutosh, para se të debatosh për çfarë do teme që zhvillohet e diskutohet në shoqëri kështu me radhë, ta kesh parasysh se për të gjitha kemi dhënë
përgjithësi për Allahut më ndëmoft. Për çfarë shkak? Sufjan Thauri rahimullah ka thonë, nga dietarët e mëdhenj të hadithit, ka thonë, sa ku fol për dikën nga njerëzit, ai është dashur të fol. Për shembull, filoni është në zinxhirin e transmetimit, a është i sigurt, i pasigurt, për shkak se nga verifikimi i transmetuesve është varur kush vetë teksti, vetë hadithi. Nëse kanë qenë transmetues e sigurt, edhe transmetimi ka qenë i sigurt. Nëse transmetuesit nuk kanë qenë të sigurt, edhe transmetimi ka qenë i pasigurt. Adi për me mbrojt hadithin është dashur fol për disa njerëz. Transmetues haditheve ata kanë qenë. Sufjan Thauri rahimullah thot, për këtë që kanë fol, ai ka fol për mira transmetuesve. Për shembull, i besueshëm, s'është i besueshëm, apo gaban, jo ky s'gaban. Ku kam subjektiv, s'kes në vete. Thot, për sesnin që kom fol, thot, Sufjan Thauri rahimullah. Thot, para se me fol, e kom paramendu vetëm para Allahut mënduar. A mund t'ja them Allahut njëjtë atë që po e them para juve? Nëse kom pas mundësi, kom fol, jo kom heshtë. Kjo punë e madhe, thonë. Ne i flasëm për tema madhore, këtë mirë. Aja për regjistruat. Aja është duke regjistruat. Për shembull, a ke pa kërimi në për neja caktuara? Ja, për shembull diskutime, tash për po flas ngjarjet e atje këtu më radhë. Me thonë fal, bëmë që më nxube çto? Po jo, çfarë nxume? Mos i nxoj, do po flas më lëshëm. Ski që më nxu, po ti desh të zëta e po nxuzohet apo. Apo. Po e pëngjëzot, kush pëngjëzot? Me lakët pëngjëzojnë. Aja dëshruat apëta. Andaj, mbrojtja me mirë në këtë situatë është ta kem aktive gjithmonë, domthonë vetdijen, vëmendjen, se kena me dhonë llogari për Allahut mënduar. Çka i thosh Allah te barekutaala? Për këtë veprim, për këtë çështje. Për këtë, për shembull, diskutim, për këtë problem që ke shkaktuar në mes të besimtarëve, çka i thosh Allahut mënduar apo? A përmendon dalën për Allahut me bindje të plot të thuash se po në kum pas mirë apo? Përmendon, no është aki, nuk e di. Ama përmendon këtë. Valla këtë me përmendon ndryshe bën situatën. Ama sinqerisht me përmendon. Për Allahut mëndum ndryshe. Më ne fillon me belbëzu. Fillon me ne të kesh frym se po jo për Allahut, po ti për Allahut je. Deshte. Ai po dëgjon, po regjistrohet. Veç kemë dalë praktikisht për ati që tash edhe vepër që e ke bërë. Lajtë njerëz se kanë parasysh vëllai që kanë dalë për Allahut me apo llogaria. Sikur se Allah tha, waqifuhum innahum mas'ulun. Nal, stop. Nëse kena me marrë në llogarinë, kemi marrë pyetje. E për shumë tema diskutime që po mirën me to, e pastaj s'po kemi ku me lezu Kur'an, çka i themi Allahu azza wa jalla. Të ndërlozër, sot me najtë në rrjetet sociale, besoj pajtojnë me mu, unë është të thonë jo, është gabi me ki, ma shumë është, se për ma pak nuk besoj që mune me më kontestua, pa për ma shumë, mëne që minimumi, që gati se cili, për ashtime caktuar, normal, po, që normal njerëzit tonë, rrinë në sociale është 2 orë, a është që ki minimumi? A ka dikush që rrinë më pak? Gjatë 24 orë, gjitha 5 minuta, 10 minuta, këtë e shikash? 2 orë, po? Mi thonë për shambull, lezë ka një gjusë ditë i Kur'anit, që është gjusë orë me lezu. Vallaj, po përtej, po tentoj, po s'po arris, po kom ko, po. Mirë, për qitë, me thonë, debalans, atje ka ku, për fjallë të s'ka ku, Allah që ka i thush? Kërë pse fjallën tem se krezu? Ja, rab, ke po vetë, në zonin konë, so punë, so angazhimi, po, e ato, kush i ka ato faqet, aty kush i ka jabë? Një Kur'an shtëpi për shamë, sa ka mundësi me lezu Kur'an? Sa ka mundësi me lezu ligjërata? Nështë ta, vëllahi, një thëmë thjesht, një ullje thjesht, me i përcirë disa nështë ta, prezentime teshash, apo ushqime, që kështë më ratë, shkanë 1 orë, si kur që se më ratë që ka shku 1 orë, për 1 orë nga një ligjërat, që spjegohet fjallë Allah, fjallë pejgamberit, që bëhet burim i rëndësishëm i edukimit të fëmijët saj, e rrëzë e familjes, e kja, ku e ka ku? Andaj, kime dhonë llogari për Allahut mënduar. Unë s'po them që me dhonë tash neve përgjësi, llogari dhe një. Jo, s'ki nevojë me dhonë. Marë të hoqë,
Unë jam një men zonë. Nësimi detektiv që hetojmë, a jenë zonë, a jenë zonë. Nësë mirë me këtë punë. Unë po them, qëka i tush Allah të bazojë. Qëka i tush Allah të barë kutana, që ke gjithë ko me ledzu filoni, dhe më thonë, ku ka shku, e qa pas ka ble, e me kanë pas ka najt, kejtë të lajme që jenë në rrjetet sociale, apo për këto kemi ku me gjithë, apo edhe shkon koha shpejt, ndërsa, kur zgatët pak legjirata, veç ishe njerështë, në të kuptim hoqë, kur mu hape? Pa të Allah, fletë për fjallët Allahot, fjallët pejgamberit sëmëtën. Këtu edhe mëse pas koncentrim, me ti koncentrimi ka pak, mu lodhë, veç pëse përrën se valë kia, pëtë. Në pëse përrën. A dajte, dërëvëzër, kërkohet përresi. Në kohë të rëzirëve kërkohet përresi me madha, pëtë. Gjithë mund kërkohet, po në këtë kohë, ma shumë, përshka këse, të rëzirëve të rëmbejnë në mendin, të marrin kohën, të humbin kohën. Andaj ku është përresia për kohën, ku është përresia për obligime që kemi, ku është përresia për tema që na duhen, për mësimin e kështu me radhë, që për të gjitha këto kena me dhënë llogari para Allahut të mënduar. Për të arsye, zgjidhja është, thash, adhurimi. Zgjidhja është imunitet, është ngritja e vëmendjes dhe vedijes për përgjithësinë e dalës para Allahut të mënduar. Kemë dhënë llogari për të vogël e për të madhe. Te jonë të gjitha. Prandaj të ndërvëllezër dhe motra, më shumë kujdes. Mos na rrëmbejnë këtu, e të na shtojnë fjalët, e të na paksojnë veprat. Gjithë nga ato që na duhet në këto situata, gjithmonë që duhet, por në veçanë këto situata, më ne për kohën tonë po flas. Për kohën tonë, që për këtë kohë po flas. Na duhet domosdoshmërisht të njohim prioritetet që na përkasin. Cilat janë temat tona? Me çka na duhet të marrim? Cilat janë brengat tona? A janë në përputhje me ato që ka folë Allahu xhallahu në Kur'an? Për shembull të ndërlozëm. Po si më shembull praktik? Nëse talloni fletë bardh, edhe them, përmendi 5 temat kryesore në jetën tonë. Dhe 5 problemet kryesore në jetën tonë. Problem që ki, krizat e tua, një, që ki frikë për tyne, përmend ato. Edhe ato pastaj i krahasoj me Kur'anin. A do dalin të gjitha në përputhje me udhëzimet e Kur'anit? Nështë, inshallah. Ama kështu do të bëjmë. Kështu do të bëjmë. Çka të preokupon ty? A është preokupimi i cili e ka legjitimu Kur'ani se po, ç'kjo është preokupimi joti? A është? Për shembull, hala me inshallah ma praktikë. Allahu flet në Kur'an edhe për dunjon, edhe për ahiretin. Apo, flet për dy jetë, edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Kur flet Allahu xhallahu ala për botën tjetër, edhe kur flet Allahu për këtë botë, cila i shkakton besimtarit gajle më të madhe, breng më të madhe. Kjo botë apo jo botë? Sipas Kur'anit apo. Pra Allahu xhallahu ala flet për këtë botë apo për tjetër. Apo kur flet për shkak për pas gajle, kujdes, po pse flet më shumë? Ndihet, për ahiretin. Ti e ki gale më të madhe këtë botë apo të tërë. Ma gale, breng, që të shqetëson, që të mërzit, cëla është me e madhe? A është brenga e kësaj bote? Të në vëzër, ka thonë Jahja ibn Muadh, sikur të kishim pas dru, në të vakt ka thonë, na duhet me reformulu këse ka ndru hesapi, ka ndru shumë, po e lëu me të kohës të tyre. Ka thonë, si kur të këshim pas frikën, zjarrit, si riskut, në gjenet më të ishëm shkuat. Risku është i garantu, furnizimi Allah të gjithë. Na do të me kërku, është të vërtet. Do të me kërku. Do të me punu, mu angazhu, pa tjetër, dhe kjo është pa kontestushme. Mirë, pa do të me qenë breng, gale, e natë të ditës. Jo, këse Allah ka caktu këtë, e ndë duke qenë të një barkë në nënë, sasë. Endë duke qenë në barkë në nësë tonë, a është? Mirë. Kafshata e gojë si e ka garantume. Gjenet në kitë garantume. Jo. Andë e cëllë me këmë bringë me madhë. Pasaj qështë e dytë. Si kërët kështë e mësë me qenë, risku i garantume. Kushtimisht. Sot i saktume, sot punesh merë, për shambullë. Edhe me këtë standard, përse nuk o që kështu, pa me këmë kështut,
Pra brenga e ahiretit do duhet të ishte më e madhe. Pse? Për shkak se këtu edhe me met pak bukë është e përkohshme. Ama atje me met pak bukë është kaqja siklet apo. Sa është e përhershme apo. Atje është e lashëm. Atje këtu me met pa ujë e atje shuhet, nuk shuhet vdes. Pe mo. E çka pastaj? Ama atje nuk vdes. Atje nuk vdes, atje kish me vdek, një atje lim vdekje pas se gjen. Pa me cila është breng më e madhe apo. Për shembull, të ndërrozë dëshira tona ato për shembull. Dëshira tona ato. A janë përputhje me dëshira që i Kur'anit thotë mi pas? Ke pa për shembull i pyet njerëz, çka ke dëshirë me pas? Çka ke dëshirë me konte? Mi pyet musliman, çka ke dëshirë ose për shembull? Çfarë përgjigje marrim ato? A janë përgjigje të Kur'anit? Çka deri ti on çka gola jon ato? Kur Imam Bukhari rahimahullah e ka një kapitull të ndozur. Shumë është kjo interesant kapitull. Një kapitull në Sahih e Bukhariut. Libri Sahih Bukhari, hadith e Bukhariut, e një kapitull është Kitabu Temenni. Kapitulli mbi dëshirat. Në çfarë dëshira do të pas besimtari atë? A dini se është hadithi i parë që ka vendosur? Hadithi i pejgamberit i cili flet për vlerën e vdekjes në rrugt të Allahut. Ku ka thonë pejgamberi kisha pasë me vdek në rrugt të Allahut, pastaj mund ngjall, pastaj me vdek, pastaj pejgamberi sa thonë. Çfarë dëshirë ka pas? Do që sakrifica në rrugt të Allahut për me bëu mirë, për me mbrojtë vërtetën, për me mbrojtë të duhur, të drejtën, është dëshira e më e madhe atë. Që në këtë rrugë edhe me vdek, kisha pasë prapë mund ngjall 10% puna apo. 10% puna. Muadhi radhiyallahu ta'ala nuk ka qenë duke vdek, e ka rrok, e ka godit pandemia. Ka vdek, një pandemi e madhe ka godit Shamin në kohën e tyre, e madhe ka qenë në Sham, në Palestinë ka qenë, radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe ka godit, ka vdek, nga kjo pandemi ka vdek shumë sahaba. Ethe ka pasë smuje e Rom. Kër e ka pasë që është afru vdekja, shiko këta njësë pse ka rrdu dhe dhim. Pse ka pasë me konë dunjaka dhe. Pse ka pasë dëshirë këme e tu dhe një të bati, pse? Në qëtu du të mi përputh? Që kjo është brenga jonë? A jenë hapë me qëta njerës të jabë? A i që i ka këto preokupime, këto e ka prioritet, të zirat sidhen, po s'kanë që ka i bojnë, se nuk ja që regullojnë prioritetet të jabë, nuk ja që regullojnë angazhimet, preokupime, nuk ja që regullojnë, përshka kësa e ka të reguluar këtë qështje. E na përmëra që të zirat mas pari godasën, prioritetet, mirës më që nuk të përket. Kjo është problemi ato. E çfarë tha Muadhi, radhiyallahu ta'ala, para se më vdek? Tha, vallahi nuk po mbetet zhig, e tani zhig, nuk po mbetet keq kurrë për këtë dunjë. Kur gjë s'po mbetet, nuk po mbetet asgjë keq për këtë dunjë. Diçka që po lakmoj, pse po dale nuk kam mundësi me zhdu. Kur gjë. Përveç se thot aja që po mbetet me një po vdes me një mall është se nuk do të kenë mundësi me agjëru më ditën as më falë natën më. Kjo ka qenë çka ka kuptimet e sjelljes, adhurimin te Allahu Azza wa Jalla. Dhe a dëshirët e më madhe të avancosh në dije, të avancosh në përkushtim dhe fesë Allahu Azza wa Jalla, në edukim të familjes tone, në kontribut për xhamin tone, për popullin ton, për vendin ton, a janë këto brengat e tua? Apo brenga kryesore është që me siguru diku një punë jashtë me ik e marrë në rrugë edhe këti vani Allahu ja bovçarë, na? Cila është gala jonë Allahu? Cila është brenga jote? Prioritetet tuja, cilat janë? Andaj, qëtojnë të rëzia që përflasën dhe jo, për ramenu që qëtojnë do të mballa është mjaftueshëm është. Kjo që e për mëna. Andaj, aje që dëshërë me qenë, i ruajtur, i mbrojtur, dhe tjetë të manë i formuar si duhet në kohën të që në pojetojmë me shumë të rëzira, qoftë të ruhet nga godit nga dilemat, apo nga epshet, duhet i ketë të qartë prioritetet e tjepë. Prioritetet e ti. Qëllimi njëtë, pse jetën ti? Qëka jepë kuptimit e stonë? Gjitha këtë kemi të shëruar në fjallë të Allahut Azza wa Jalla edhe nëzimit e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nga ato që të mbron të vëllezër dhe po du me përmbyll është, nga që të runë nga këto trazine, nga këto probleme, nga këto rëmuja që po ndodhin është edhe shoqëria e mirë, me kë po rrin atë.
Në shoqëria shumë e rëndësishme. Nëse shoqëria të ndihmon në adhurim, të inkurajon për adhurim, të inkurajon për temat e duhura, nuk pranon diskutime të temave të panevojshme, apo thotë janë fals, çan tema tona. Pikëthimi në temave tona, apo dije se ke shpëtuar. Po nëse është një shoqëri që realisht nuk e kanë prioritet adhurimin, nuk e kanë prioritet përmirësimin e gjendjes, nuk kanë prioritet familjen, edukimin, se kanë prioritet, padyshim që deshte apo nuk deshte kime ra në ndonjë nga këto kurtha apo rrjetet të tradhtive që ndodhin në mesin e njerëzve. Rrjetet në vëzër shumë rëndësi me këpërim Allah, edhe vllaznia, edhe motrat tona me këpërim. Edhe ndaj fizike, po edhe ndaj virtuale atë. Se këto ndaj virtuale me rëndësi, me këpërim atë. Me këpërim shumë është me rëndësi atë. Një herë i ka thonë Abdullah ibn Barekut, i ka thonë disa shok këti i ka thonë na ke braktisë o burë, nuk e di që ka ke sporrim me neve fara, edhe ka fillu e paragjiku fatkeqësisht pse sporrim me ta, ka thonë nuk ka asgjë nga ajo që po thoni përveç se njërës, cila është kam gjejë shok më mirë se jo. E ka thonë ata, kush në ta nuk ka porrenti, kush në ta njerëz që të njohim, kush që nga i maj mirë se na, ka thonë porrim me shok të pejgamberit alayhis salam. Po lezoj për pejgamberin e porrim me ta, po folim me Abubekrin, me Omerin, apo i ka shok deri atë. E pse në distancë ka ore, porrim me ta. E kurrim me ta kupton se ku i kanë pas ta brengat, ku i kanë pas ta dëshirat, ku i kanë pas ta sakrificat. Kurrim me ta thosh, ka dalë burse, kem çka më marr shumë vallahi. Ata tregojnë se pastaj cila është rruga, mundësia, kontributi e gjitha këto. Dhe jo rastësisht të ndërgozër dhe motra, Allahu në Kur'an flet shumë për rrëfimet e pejgamberëve, për rrëfimet e besimtarëve, për rrëfimet e njerëzve të panjohur. Në çdo gjumë lexojmë për rrëfime apo që nuk e udhim emrat. Banorët e shpellës sura Kaf, a udhim emrat? Nuk e dim. Mirë po, leza për ta, shika çfarë ka mua ata. Dilmosha po të pjekur, kanë ditë çmoshin në kohë se kanë ditë si mosin në kohët e trazimeve. Kur rreziku feja aty çka ka mua thon. Ja larguam thon. Kanë ditë që më rrit fen, kanë ditë që më rrit, kanë ditë merr mësim nga këta dilmosha apo. Ekstu më. Pse i sjell këtë shembull? Jeton me këta. Jeton me ta, ktheu në ngjarje, jo në kohë. Nuk kam rëndësi kohë kur kanë jetu, më nëse është ngjarja që kanë ndodhur mësimi që dal nga ja. Ai në kam porrë. Kush e shokët e tu? Shoqët e tua, me kërrin ti. Kush është shembulli, modelit? A janë ato që mësojnë si të rebelohesh, dal nga shtëpia, apo ato që mësojnë se si ti je e përkushtuar ndaj familjes dhe shtëpinë tonë? Kanë po e dëgjon me kë porrën. Shumë rëndësi me kë porrën. Kë po e dëgjon. Dhe është kjo e rëndësishme shumë të ndërlozëm, dhe padyshim ajo që është, ndoshta përmbledhja e tërë këtyre udhëzimeve është duaja. Shumë të me bëu dua. Wallahi shumë me bëu dua. Jemi të rrezikuar aq shumë në shumë aspekte, saqë ndoshta njëri nuk do të gjente mundësi me bëu dua atë pas o Allah na ruaj nga fitnet, nga sprovat, na ruaj fen, na ruaj familjen, me bëu dua shumë atë. Sa kemi bëu dua, e bëjmë dua gjithë kur të përjet e tij. Mirë po, disa djetarë ka si një shembull praktik, si një njësi matë se sa du me bëdoa. Njësi matë të dikon, për këto situata, kanë thonë, nëse njëri është në mes të detit, dhe është i kapur vetëm për një druni dvogël, që bedaj, si lutet ai për shpëtim? Si lutet? Djetër. Si lutet? O, Zot. Djetër. Ti, i hala ma keq. Nështë atë copë druse ki jepëtë. Jetë nuk i edhen, nështë levis të fundit në deti, që nuk ditë pas tyre që ka do të ndodhë. Si e lutë Allahun për me të kapë Zoti, me të shpëtu Allah i manuar. Kështu të me përjetu, se për në rrezikohet edhe feja, edhe morali, edhe familja, edhe shoqëria, edhe vendi, e shumë tjera. Por ne nuk duhet të dorëzohemi, nuk duhet të zhgënjemi, por duhet të inkurajojmë me adhurim, të marrim guxim
me mbështetjen e Allahut te barekutaala, të vëdijshëm se kemi me dhënë llogari para Zotit, prandaj të kujdesëm për temat që po miremi, të aftë me i ditë dhe me i përcaktu prioritetet tona, duke nejtë bashkë gjithmonë në shërbim të këtyre pikave, edhe të përkushtuar dhe Allahut vazhdimsi që ai të na ruan të mbron, me rinë Allahu xhallahu ala ja dalim edhe mbrohemi nga prazirat e ndryshme që sjellin edhe informatat, edhe ngjarjet, edhe lajmet e shumë tjera që jemi të ekspozuar atyre vazhdimisht gjatë përditshmërisë tonë. Allahu na ruaj fenë tonë, Allahu na ruaj edhe dunjon tonë, na ruaj Allahu vendin, popullin tonë, na ruaj Allahu xhallahu ala nga çdo trazim, nga çdo e keqe që mund të rrezikon tëra që Allahu xhallahu ala e ka kërkuar nga ne dhe që ndihmon në formimin tonë. Allahu na ruaj nga devijimi, nga deformimi, e na mëson që të jemi të udhëzuar dhe shkak për udhëzimin e të tjerëve. Zoti shpëlbeft, falënderoj, Allahu nderoft, Allahu pranoft, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.